Përshëndetje të gjithëve, unë jam Osman Stafa dhe çfarë temë si një qytetar. Të gjithë duhet kuptoni se tashmë jeni pjesë e historisë. E një historie që ka vrarë ato që mendoj se nuk do të vritej kurrë në Shqipëri. Keni vrarë institucionin e frikës. Ajo frikë e cila bëri që ky vend për 45 vite të ishte në komunizëm. Sikur të mos mjaftonin aq edhe në këtë sistem që quhet demokraci, institucioni i frikës vazhdon t'i friksoj shqiptarët sot e kësaj dite. I frikson me bukën e gojës, i frikson me rrogën, i frikson me pensionin, i frikson me kempin, i frikson sepse vetëm kështu ata mund të rinë në pushtet. Por kur qytetari, kur shqiptari e vret frikën, më besoni që institucioni i frikës aktivizohet të këta të cilët friksojnë një kom të tërë me bukën e gojës. 36 vite duke e friksuar të kom me bukën e gojës. Por më besoni që kur ky shesh e vret frikën, këta fillojnë dhe kanë frikë e fshihen, sepse më besoni kanë vjedhur aq shumë sa që vetë kanë krijuar sistemin e luksit e qytetarët, ato të varfërisë, të pamundësisë, mos pasjes së arsimit, mos pasjes të shëndetësisë, të shpopullimit. Për çfarë i duhet një qeveri shqiptarëve? T'i siguroj ujë. Sa fshatra e qytete kanë sot mungesën e ujit të pishëm? Është premtuar në 2013 dhe mandatin e parë. Një premtim i pambajtur, një pesë e shkelur, e sot në 2026 të kërkohet përsëri 5. Legalizimet, akoma sot shqiptarët kërkojnë të gjejnë një person për të paguar, për të korruptuar, për të marrë ato që është e drejta e tij, prona e tij. Çfarë duhet të bëjë një qeveri? Të siguroj shëndetësi. A kanë sot shqiptarët shëndetësi? Duhet shkojnë në spitale, por duhet marrin me vete serume, shiringa, figona, sepse nuk kanë spitalet sot. Për çfarë duhet një qeveri? Për të siguruar ilazhe për ata të cilët luftojnë për jetën. Për spitalin onkologjik ku nënat dhe motrat tona sot e kësaj dite nuk trajtojnë dot për kancerin ginekologjik. Nuk trajtohet kanceri në spitalin onkologjik. E ministrja shkon e bën propagandë. Nuk ka PET scan për pacientët të cilët vuajnë nga kanceri sot. Marrin rrugët e Europës se nuk kanë çfarë bëjnë. Edhe ata të cilët psojnë goditje në kokë mund të jetë secili prej nesh. Mund të jetë një socialist, një demokrat, një i pa parti, kushdo. Do duhet ose të vdes ose të paralizohet, se në QSUT nuk bëhet trombektomia, nuk bëhet arteriografia. Janë qindra shqiptarë që ose kanë vdekur, ose janë paralizuar për shkak të mungesës së trombektomisë dhe arteriografisë. Ju bëj thirrje të gjithëve atyre të cilët kanë humbur një familjar, atyre të cilët ju është paralizuar familjarin, të bëhemi bashkë dhe të bëjmë padi në drejtësi, sepse kjo situatë ka përgjegjës. Për çfarë duhet kombit një qeveri? Që qytetarët e tij të rinj e këtij vendi të mos marrin rrugët e Europës me kamion drejt Anglisë, me varka drejt Anglisë, duke rrezikuar jetën e tyre, por qëndrojnë në Shqipëri, në këtë vend që e ka bekuar Zoti dhe e ka vjedhur politika. Një pyetje kam për të gjithë ata gjyshër e gjyshe, për ata pensionistë që nuk janë dakord me këtë protestë. Po, a nuk ju vjen gjyna për fëmijët tuaj që për shkak të këtij pushteti 36 vjeçar janë larguar atje jashtë, këtu se kanë pasur më mundësinë për të blerë një shtëpi, për të rritur fëmijët e tyre, për të ndërtuar jetën e tyre? A nuk ju vjen keq për ta? Ngrihen nga në orët e para të mëngjesit, punojnë,
sakrifikojnë, nuk shikojnë fëmijët e tyre për ju, për t'ju mbajtë dhe juve. E ju çfarë bëni? Mbani në pushtet një parti e cila është provuar 4 mandate tani, mandatet më parshme. Dhe çfarë bën? Mban fëmijët tuaj larg. Kua nuk do ju pëlqen të juve që të kishit afër fëmijët tuaj dhe nipërit tuaj. Bekimi për ju tashmë pensionist është ai nipi dhe mbesa, dhe ju detyroheni ta mbani atje larg, duke mbajtur këta pushtetar që ju kanë trahtuar besimin tuaj. Po mendojeni pak, a mundeni të jetoni ju me ato pensionet që merrni nga kjo qeveri? Një qeveri e cila momentin e parë që ka hall ikën atje jashtë, shkon tek privati, e ju duhet i merrni lek fëmijës tuaj, t'u çojnë nga atje jashtë ku është, sepse nuk e përballoni dot. Ju s'bleni dot ilaçe, ju s'përballoni një operacion, ju nuk blini dot medikamente. E çfarë medikamentesh? Medikamente që fëmijët tuaj u sjellin nga Greqia, nga Amerika, nga Italia. Kjo nuk mund të shkojë kështu. Duhet kuptoni që përpara partisë është Shqipëria, është familja juaj, është fëmia juaj, është nipi, është mbesa, dhe për këtë po luftoj. Këtu nuk kanë vend më partit të cilat janë provuar nga shqiptarët në 36 vite. Ato e kanë pasur mundësin, tashmë jo më. Tashmë është kohë e brezit ri që e do këtë vend, e do sakrifikoj për këtë vend, që nuk do të vjen këtë vend, por do të ndërtoj këtë vend. Ju bëj thirrje të gjithëve, jo për mua, jo për të tjerë, për askënd. Dilni në këtë sheshë, mbani këtë sheshë, sepse është sheshi që i duhet sot më shumë se kur Shqipërisë, i duhet sot më shumë se kur shqiptarëve ndershëm, socialistët demokratë, të cilët nuk kanë më idhull lideri. Na duhen institucione të cilat funksionojnë për shqiptarët. Nuk na duhet më asnjë individ që vjen për të bërë një berish apo një rap. Na duhen shqiptarët, na duhen institucionet për ta bërë këtë vend. Sepse ky vend mund bëhet. E bën kjo energji që është këtu në shesh. E bën kjo zemër që ju keni vendosur ta keni këtu në shesh. Mos u përçani. Mos u përçani nga askush. Ju nuk vini këtu për askënd, përveç se për veten tuaj. Mos dëgjoni askënd. Hajteni këtu shesh për veten tuaj. Nuk ju manipulon askush, asnjëri prej jush. Ju i dini hallet tuaja. Sepse kam dëgjuar që nuk vin protest për X-in, për Y-in. Jo, ti vjen për veten tënde. Çfarë do kujtosh nesër? Çfarë do i thuash fëmijëve tu? Që unë nuk isha në protest për X-in apo për Y-in. Jo, duhet jesh në këtë shesh. Dhe ky shesh duhet jetë plot të mos braktiset. Mund të mendosh se nëse se nuk shkoj sot, s'ka gjë se do t'jenë të tjerët. Jo, kjo betejë është gjithve. Kjo betejë është të gjithve ne. Çdo individ ka rëndësinë e tij. Edhe sikur një të qëndroj këtu në shesh, i fundit ai duhet respektuar. Ai duhet dëgjuar. Mos i dëgjoni dezinformimet, propagandën që këta bëjnë. Këta çdo gjë e bëjnë për propagandë. Këta nuk e bëjnë për shqiptarët. Këta gënjejnë në shëndetësi, gënjejnë në arsim, gënjejnë për çdo gjë. Ju i dini të vërtetat se këtu jetoni. Jo realitetin e tyre të cilët jetojnë në luks, por realitetin e atij njeriu që në fund muajit llogaritat të 50.000 lekë për fëmijën e tij. Dhe e fundit për administratën. Kam dëgjuar që thonë se kam rrogën.